zemrat e njerëzve thot janë sikurse enë të Allahut subhanahu wa taala në këtë tokë, në të cilat Allahu e vendos besimin, devotshmërinë e kështu me radhë. Dhe thot prej këtyre enëve më të dashura tek ai janë ato që i kanë këto cilësi. Enët që janë më të lëmuara, më të ndritshme, ato që janë më të qëndrueshme, më të fuqishme, që nuk thehen lehtë, po janë të qëndrueshme në atë për të cilën shërbejnë. Dhe cilësia e tretë janë më të pastërta. Do thonë më të buta, më të qëndrueshme dhe më të pastërta. Shtu pra edhe zemra. Zemrat më të dashura tek Allahu subhanahu wa taala janë zemrat më të mëshirshme. Dhe zemrat më të qëndrueshme, që nuk janë të luhatshme. Ka frynera, si thot populli. Sot njeriu më i devotshëm, nesër fasiku më i madh. Sot në xhami, nesër në diskotekë atje. Këto lloj zemra të luhatshme që nuk janë stabile, nuk janë prej zemrave më të dashura tek Allahu subhanahu wa taala. Tek Allahu janë zemrat stabile, do të thonë serioze, të qëndrueshme në atë që e kanë zgjedhur. Dhe cilësia e tretë më të pastërta, që më pak janë njollosur prej mëkateve.